I nderuar kryeministër Kurti, i nderuar Bacarifat, e nderuara familje Jashari, të nderuar të pranishëm. Mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore të organizuar në nder të 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Epopeja e UÇK-s dhe sakrifica e familjes Jashari në Prekaz përfaqësojnë një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë moderne, një dëshmi e qëndresës, e sakrificës dhe e vendosmërisë së një populli për liri dhe dinjitet. Në vijim të kësaj akademie përkujtimore, ftoj të marrë fjalën e tij shkëlqësin kryeministrin e Republikës Kosovës, zotin Albin Kurti. I dashuri Bacarifat, e nderuara familja Jashari, e nderuar zonja Albulena Xhiu, kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, invalidëve e veteranëve të luftës shërimtare, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar oficer e general e ushtarë të ushtrisë sonë, të nderuar veprimtarë të çështjes kombëtare, ish burgosur politik, të nderuar përfaqësues e drejtues të institucioneve tona shtetërore, akademik, profesor, student, i nderuari zotëri Durim Abdullahu, historian, më jani që të përshëndes edhe një mysafir të veçantë nga Shqipëria, Agron Zoza, i biri i Jakov Zozës, shkrimtarit mirënjohur të Lumit vdekur dhe Lulës Skripës. Të nderuar të pranishëm, zoti Agron, ne në fëmirin tonë jemi rritur me Adilin e vitën. Të nderuar të pranishëm, motra dhe vlezër, zonja dhe zotëri, nuk është as egzagerim, as mburrje kur thuhet se Kosova është zemra e shqiptarisë. Ku më shumë se në Kosovë nuk është sulmuar egërsisht qenja shqiptare gjatë gjithë shekullit 20. Për cilën pjesë të dheut tonë u hartuan dhe u zbatuan jo një, por 2 dyzina elaboratesh për zhdukjen dhe për zënjen e shqiptarëve. Ku më tepër se në Kosovë ka qenë më e gjatë, më e fuqishme, më këmbgulse qëndresa shqiptare për identitetin, lirinë dhe tokën e vetë. E Kosova qendrën e saj e ka në Drenicë, aty ku trimat dhe herojt marrin për masën e legjendës. Flakët, plagët dhe kujtesa e secilës këringritje përgatisin brezin e ri të këringritësve. Në përodat e Drenicës, ku vendohej e këndohej për Ahmet Delin, Azem e Shote Galicën, Shaban Polluzhën e të tjerë trima. Mos dorëzimi dhe qëndresa me zemre me nder para e përsisë numerike dhe materialit armikut ishte tradita e kësaj krahine. Trupi shuhej, por jo ideali i lirisë, siç dëshmuan edhe Nebi e Tahir Meha në maj të vitit 1981, kur ju kundërpërgjigjen me armë dorë policisë jugoslave që i kishte rrethuar në shtëpinë e tyre në Prekaz. Emini, gjyshi i Tahirit, kishte luftuar në krah të Azem Galicës, e Nebihu, i ati i Tahirit, kishte luftuar më parë në krah të Shaban Polluzhës. Drenica u bë shkolla e qëndresës shqiptare në Kosovë, prandaj nuk është rastësi që ushtria jonë shërimtare bazët e saj të para i formoi pikërisht aty. Jasharët ishin UÇK para se të formohej UÇK-ja, sepse ata ishin gati dhe kishin qenë gjithnjë të gatshëm për fillimin e luftës shërimtare. Ademi, Hamza e Baba Shaban me ta marrë pushkën e dinin se nuk ka kthim mbrapa, se paqja për ta do të vinte vetëm kur Kosova do të ishte e lirë, se ata mos e mbërrinin dhe shikonin Kosovën e lirë. Mirëpo ata vetë ishin tashmë të lirë, sepse nuk do të nënshtroheshin. Flijimi i familjes Jashari ishte flakadani që e përhapi luftën shërimtare anën mban Kosovës. Ishte ngjarja që ndau më dysh rrjedhën e historisë. Pas flijimit të Jasharëve në shtëpinë e tyre në Prekaz, shqiptarët e kuptuan që ecja e bërë marshim nuk ndalej dot më.
masakrat në fshatrat e Drenicës, Likoshan, Qirez më pas në Prekaz, goditën familjen shqiptare vijen e fundit të qendresës. Paqja në Kosovë ishte pamundshme, lëvizja paqësore ishte pamjaftueshme. Kishte ardhur koha e luftës për lirinë kolektive, sepse vetëm Republika e Pavarur do të sillte paqen e vërtetë. Epopeja e luftës së jasharëve i tregoi armikut serb se UÇK-ja nuk mund të mposhtej përsa kohë që mbështetej nga populli. Për ta mbajtur Kosovën e pushtuar, Serbisë do t'i duhej të përzinte krejt popullin shqiptar. Vrasja masive të civilëve pa kursyer as fëmijë të gratë shtatzëna e pleqt dhe shkatërrimi i pronave për t'ua pamundsuar kthimin mbijetuarve do të ishin metodat ashtu siç kishin qenë në vitin 1945, siç kishin qenë në vitin 1918, siç kishin qenë në vitin 1912 e më parë. Ashtu siç mbahej mend brez pas brezi në odat e Drenicës e të mbar Kosovës. Dukej sikur historia po përsëritej, po ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe lufta jonë shërimtare rezononte me zhvillimet pozitive në kontinentin e vjetër, me rënjen e totalitarizmave, demokratizimin, gallënimin e drejtave të njerëzit, rigjallërimin e identiteteve të shtypura, pavarësimin e popujve prej federatave të panatyrshme e bashkimin e tyre vullnetar në një zonë paqe, lirie e begatie. Ndërhyrja e NATO-s tregoi se regjimet gjenocidale nuk do të lejoheshin më në truallin e Evropës. Shpallja e pavarësisë Republikës Kosovës me 17 shkurt 2008 do të pranohej menjëherë nga shumica dërmuese e shteteve perëndimore demokratike që kishin nguruar ta njihnin shpalljen e parë atë të shtatorit të vitit 1991. Emri Adem Jasharit është i pashkëputur nga UÇK-s dhe të pashkëputur do të mbeten për jetë. Epopeja e jasharëve do të përkujtohet për jetë kudo ku jetojnë shqiptarët. Çdo dëshmor i UÇK-s është një emër i përveçshëm i gdhendur në shtatorën e Republikës sonë të lirisë së popullit tonë. Çdo invalid e veteran i UÇK-s është bashkëluftar krenar i Adem Jasharit. Ademi dhe jasharët janë frymëzimi i forcave të sigurisë Kosovës që janë të gatshme të përsërisin martirizimin e tyre për të mbrojtur anë kënd kufijt e Republikës dhe për të shërbyer paqes në botë së bashku me partnerët tanë euro-atlantik. Sot, Republika jonë është më e fuqishme se kur më parë. Ajo jep ndihmesë për sigurinë në rajon, mirë po nuk mund të flasim për siguri të paqes në Ballkanin Perëndimor përsa kohë që Serbia ka ambicje të rikthejë sovranitetin e saj mbi Kosovën dhe hegemoninë në vende të tjera. Nuk mund të flasim për sigurinë e paqen në Evropë përsa kohë që vazhdon pushtimi rus në një pjesë të Ukrainës. Nuk mund të flasim për paqen në botë përsa kohë që lufta po përhapet në lindjen e mesme. Situata e nder me shtetin fqinj verior, rritja e klimës së pasigurisë në Evropë, ftesa për angazhime e operacionet paqes në botë, na detyrojnë që të rrisim kapacitetet tona mbrojtëse. Aleanca jonë mbetet e palëkundur me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkimit Evropian, Turqinë, Kanadën, Japoninë e të tjera, sepse bazohet në vlera të njëjta. Bashkëpunimi i Kosovës me Republikën e Shqipërisë është detyrim kombëtar. Andaj edhe këtu fillojmë me të dy himnet, atë të Republikës Kosovës dhe të Republikës Shqipërisë, për çfarë falenderoj dhe i përshëndes artistët, instrumentistët dhe maestron Edon Ramadani. Aleanca me Kroacinë, marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimi me Malnezi, Maqedoninë e Veriut e shtetet e tjera përreth nesh janë në shërbim të qytetarëve dhe të perspektivës së përbashkët në Bashkimin Evropian. Si çdo vit, përkulemi me respekt para epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nderojmë dëshmorët e martirët dhe të gjithë ata të cilët sakrifikuan për lirinë e popullit dhe sovranitetin e Republikës. Lavdi e ju faleminderit për pjesëmarrje dhe vëmendje. Faleminderit, zoti kryeministër.
Të nderuar të pranishëm, epopeja e UÇK-s është e lidhur pandashëm me sakrificën sublime të familjes Jashari në Prekaz, një sakrificë që u shndrua në simbol të qëndresës dhe të lirisë së Kosovës. Me nderim të veçantë, ftoj të marrë fjalën zonjën Zahide Jashari në emër të familjes Jashari. Zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës të Kosovës, të nderuar familjar të dëshmorëve, të respektuar të pranishëm, të dashur bashkëmbas kudo që jeni, i dashur babush. Sot jemi mbledhur në këtë akademi përkujtimore me ndjenjë nderimi të thellë, me përullësi dhe me përgjithësi të lartë historike. Në emër të brezit të ri të Jasharëve, shpreh mirënjohjen e sinqertë për gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, të cilat ndër vite janë përkujdesur për organizimin me dinjitet dhe ruajtjen e kujtesës së epopejës së UÇK-s, duke shndruar atë në një themel të vetdijes sonë kombëtare. Akademitë përkujtimore si kjo nuk janë vetëm momente rikthimi në histori. Ato janë çaste reflektimi, vetëdijësimi dhe zotimi. Përvjetoret e sakrificës për liri na mësojnë të kuptojmë dhe jo vetëm të kujtojmë se liria nuk jeton vetëm në ditën kur fitohet, por në mënyrën se si ruhet e forcohet çdo ditë me ndërgjegje, përgjegjësi dhe besim. Ne brezi i ri jemi dëshmitar gjallë të kësaj trashëgimie të shenjtë, por rritemi çdo ditë në hijen e lavdisë dhe të sakrificës, të rrethuar nga dashuria dhe respekti i miliona vizitorëve që përulen me nderim para veprës së paraardhësve tonë. Këta vizitor janë mbula e së vërtetës historike se sakrifica për atë dhe nuk humbet kur. Vendi është amanet dhe ky amanet nuk rëndon mbi supët e atyre që kërkojnë lavdi, por mbi ndërgjegjen e atyre që ndjejnë atë dheun si përgjithësi dhe si mision. Ky përvjetor përkon me dy data simbolike domethënëse: ditën e mësuesit edhe ditën e nënës. Mësuesit për gjatë historisë sonë ishin udhërrëfysit e mendjes dhe formuesit e shpirtit kombëtar. Ata u bën dritë në kohë errësire, ruajtën gjuhën, dijen dhe identitetin kur gjithçka tjetër rrezikohej të zbehej. Ndërsa nënat shqiptare, me dashurinë e tyre të pamatë dhe me forcën e heshtur të sakrificës, rretëmbi e bija me ideale të larta, duke mbajtur gjallë frymën e qëndresës dhe të lirisë. Sot, me dhimbje dhe krenari, i kujtojmë gjithë fëmijët e rënë gjatë luftës në Kosovë, që nuk arritën të përjetojnë plotësisht përqafimin e nënave të tyre dhe mësimet e mësuesve të tyre. Ata mbetën ëndra të ndërprera në mes, buzëqeshje të ndalura padrejtësisht, jetë të pajetuar. Por pikërisht në këtë dhimbje lind përgjithësia jonë si brez i ri. Ne jetojmë edhe për ta. Ne mësojmë dhe punojmë edhe në emër të tyre. Çdo arritje jona duhet të jetë vazhdim i ëndrave që atyre ju mohuan. Çdo sukses i brezit ton duhet të jetë dëshmi se sakrifica e tyre nuk ishte e kotë. Kështu kujtimi për ta nuk mbetet vetëm plagë në ndërgjegjen tonë, por shndrohet në zotim se liria e fituar me gjak do të mbushet me dije, me drejtësi dhe me dinjitet. Të dashur të pranishëm, një dietar i lartësisë shprehur se kur uji bie në dhe, shndërrohet në baltë, ndërsa kur gjaku bie në dhe, shndërrohet në atë dhe. Në këtë thënie qëndron e përmbledhur historia jonë. Atë dheu është i larë me gjakun e bijve dhe bijave më të mira të tij. Prandaj ai nuk është thjesht tokë, është amanet, është besë, është përgjithësi brezash. Andaj sot dhe për herë, me mirënjohje të thellë, përulemi para të gjitha atyre nënave, baballarëve, motrave dhe vëllezërve që ndër breza e ndër shekuj sakrifikuan gjithçka për të na lënë trashëgim lirinë dhe shtetin tonë.
lavdit përjetshme të rëmbëve për liri, i paharuar qoftë kujtimi i tyre ndër breza. Lutem për paqe, qetësi dhe dashuri në mbar botën. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zonja Jashari. E tani të nderuar të pranishëm në vazhdim të kësaj akademie për një reflektim mbi rëndësinë historike dhe dimensionin e kësaj epoke për historinë e Kosovës, ftoj të marrë fjalën historianin zotin Durim Abdullahu, antar i Komisionit të Ekspertëve për kompleksin memorial Adem Jashari. Nderuari dhe shumë i dashtun Baceri Fat Jashari, nderuar familje Gjeri Jashari, nderuar kryetari Kuvendit të Kosovës, zonja Lulin Haxhiu, nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, nderuar zëvendës komandant i Forcës së Sigurisë të Kosovës, general Enver Cikaçi, të nderuar ministra, deputet dhe krerët e institucioneve, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar veteranë të luftës, shok e bashkëftëtar të Homës dhe të Ademit, zonja dhe zotrin. Duke besuar që përkujtimet të tilla publike në përvjetor janë përcaktues të vetë kujtesës shoqërore dhe historisë, le të na shërbej kjo akademi përkujtimore sonte për të reflektuar mbi historinë që vërtet e përkujtojmë çdo 5, 6 dhe 7 mars të secilit vit. 27 vite pas nga sot, me 6 mars të vitit 1999, kur trupa artistike ushtarake UÇK-s Homës Jashari organizoi për herë të parë epopejën e ushtrinë çlirimtare të Kosovës, askush nuk mund ta dinte që me të po themelohej një traditë përkujtimore aq e qëndrueshme. Traditë kjo që na ka mbledhur edhe sonte me 6 mars 2026. A ditën prekaz, njësitë ushtarake të UÇK-s u rreshtuan në mshenjë nderimi në përvjetorin e parë të rezistencës dhe sakrificës së familjes Jashari gjatë 5, 6 dhe 7 marsit vitit 1998. Në shenjat e himnit dhe flamurit kombëtar, i ngritur në atë rast nga vetë Bashkimi Jashari, luftetari mbjetuar i asaj rezistence, sot komandant i Forcës Sigurisë të Kosovës, para publikut për i mira njerëzisht mbledhur në prekaz, më 6 mars 1998, a ditë kishin folur, siç foli sonte Zahide Jashari, edhe besarta Homës Jashari dhe shqipe Adem Jashari. Kështu, epopeja UÇK-s u themelua në ndërtimin dhe pjesëmarrjen e disa prej drejtuesve më të lartë UÇK-s nga shtabi i përgjithshëm dhe nga zona operative e Drenicës veçanërisht, sikur Jakub Krasniqi, Sulejman Selimi, Recep Selimi, Samil Ushtaku, Nureddin Ushtaku, Sahit Emus Jashari, Ilaz Kodra e të tjerë. Pas disa këngësh të kënduara prej artistësh, mes të cilëve Violet Kukaj dhe Ilir Shaqiri, të pranishmit a ditë në prekaz do të dëshmoni një ngjarje shumë të rrallë, kur drama e historisë dramatizohet artistikisht nga vetë aktor të saj. Mbi një skenë të improvizuar me rimarkjo, me skenar të Dibran Fyllit, shfaqja artistike Ai është gjallë, e ngriti në skenë rolin e Adem Jasharit, aktorin Ramadan Kashkini. Kumtin gjallës së heroit përmes lojës së një aktori, ishte një nga aktet e para të ngritjes së figurës heroike të Adem Jasharit vetëm një vit pas rënies së tij. Në sfondin e asaj skene, në 3 rreshta ishte shkruar Ruft ushtria çlirimtare e Kosovës, lavdia dhe kujtimi për komandantin legjendar Adem Jashari, qoftë i përjetshëm. Nga atëherë deri sot, epopeja e UÇK-s, epopesë së UÇK-s i është ruajtur fizionomia e organizimit të parë të saj, me rrështimet e ushtrisë të Kosovës në himn dhe flamur, me fjalimet të anëtarëve të familjes Jasharit dhe drejtuesve të vendit, me këngët dhe veprat artistike, si dhe me homazhet plot nderim pranvarëve të 59 rëndëve në prekaz. Madje, shumë prej atyre që kanë qenë pjesëmarrës në organizimin e parë të epopesë së UÇK-s më 6 mars 1999 në prekaz,
Jam pjesëmarrës edhe në këtë edicion të 28 e epopesë, disa prej tyre të pranishëm edhe në këtë sallë. Por çfarë në të vërtetë kujtojmë në ditët e epopesë UÇK-s dhe sa larg mund gjurmohet kjo histori? Këtu e 4 vite më parë, kur Komiteti Ndërministror për Kompleksin Memorial Adem Jashari e themeloi komisionin e ekspertëve të përbërë nga profesionistë fushash të ndryshme, si njëri nga anëtarët e tij kisha detyrën dhe përgjegjësinë për të hulumtuar dhe studiuar historinë e familjes Jashari, të prekazës dhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për nevojat e këtij projekti. Dhe ndër gjërat e para që mund vrehej gjatë kësaj pune ishte sasia dhe llojshmëria shumë e madhe e dëshmive dhe burimeve historike për familjen Jashari, për prekazën dhe epopejën e UÇK-s. Për fatin e mirë të kësaj historie, vetëm në shtypin shqip janë botuar mbi 200 artikuj që drejt për drejt shkruajnë për familjen Jashari, duke nisur nga sulmi i parë i policisë serbe në Prekaz më 30 dhjetor 1991 dhe deri në mes të marsit 1998, pas rivarrimit të rëndëve dhe vizitave të diplomatëve ndërkombëtar në Prekaz. Fal këtyre artikujve mund të rindërtohet jo vetëm kronologjia publike e ngjarjeve, por edhe zhvillimet anësore, reagimet dhe nismat publike të aktorëve politik shqiptar, serb dhe ndërkombëtar, si dhe temat e çështjet dominante në aktualitetin e kohës në Kosovë dhe për Kosovën në përbotë. Kjo, me që ngjarjet e Prekazit e bën çështjen e Kosovës temë dhe kryefjalë në diskursin politik dhe diplomatik ndërkombëtar, nga qeveritë e Shteteve të Bashkimit Evropian deri te Departamenti Amerikan i Shtetit dhe organizata e Kombeve të Bashkuara. Përtej periodikut shqip, familja Jashari dhe luftimet në Prekaz kanë qenë subjekt i 10 kronikave dhe reportazheve televizive, nga TVSH-ja e Tiranës deri te BBC-ja e Londrës. Këtyre dëshmive audiovizuale u shtuan dhe orë të tëra videogjërimesh familjare, të cilat paraqesin një burim tejet me vlerë për dokumentimin e historisë së familjes Jashari, nga jeta e përditshme e deri te organizimi ushtarak dhe politik. Me zburimeve të tilla vizuale, ekzistojnë qindra fotografi që lidhen drejt për drejt me familjen Jashari dhe Prekazën, fotografi familjare, si dhe fotografi të shkrepura nga fotoreporter vendor dhe të huaj, nga Ilas Bylykpashi dhe Alban Bujari, deri të Wade Goddard dhe Vaughan Smith. Aq më tepër që në tërë historinë e shqiptarëve, përveç heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nuk ka një figurë tjetër historike si ajo e Adem Jasharit, imazhi të cilës është prodhuar dhe riprodhuar më shumë në çdo medium artistik, duke krijuar brenda këtyre 28 viteve një ikonografi tejet të pasur për të. Përveç tyre, mira fotografi dhe reportazhe të tjera kanë relevancën e tyre në përplotësimin e kontekstit të kohës, me të gjitha rrethanat dhe njerëzit që kanë qenë të përfshirë në zhvillimet e asaj epoke. Të gjitha këto burime fotografike dhe videore, të cilat si komision jemi munduar në vazhdimsi të identifikojmë dhe mbledhim me kujdes, janë një thesar për dokumentimin e historisë së familjes Jashari, të rezistencës dhe të rëndëve në Prekaz, si dhe të ngjarjeve që e lëndën dhe përcaktuan historinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në këtë pikë, më lejoni ta vë theksin të një kategori krejt të veçantë të burimeve historike, që janë kujtimet personale të individëve dhe grupeve shoqërore që përbëjnë kujtesën kolektive, e të cilat ndonë se janë shpalosur kohë pas kohe, kryesisht në media, ende nuk janë mbledhur në trajtën e tyre burimore dhe sipas metodologjive shkencore. Rrëfimet e njerëzve që kanë qenë aktorë dhe dëshmitar të ngjarjeve të kohës janë thelbësisht të rëndësishme për historinë dhe trashëgiminë e familjes Jashari. Prandaj, ato do të zënë një pjesë të madhe të punës për dokumentimin e gjithë kësaj historie. Historitë gojorit të përcjella nga Basi Rifat Jashari, nga djemtë dhe vajzat e familjes Jashari, nga banorët e Prekazit dhe nga gjithë ata që i kanë jetuar dhe dëshmuar ngjarjet e asaj kohe me peshë historike dhe që ende janë gjallë për të rrëfyer, kanë rëndësi të paqëmuar, vlera e të cilave do të rritë dhe kuptohet edhe më shumë kur të mbesin trashëgimi e brezave që vinë. Nëse brezat tonë për vite ka shënuar dhe po shënojnë epopejën e UÇK-s me praninë e vetë pjesëmarrësve, kjo pasuri do të mund të bëhet jetë gjatë vetëm duke u regjistruar. Andaj, si antar i Këshillit të ekspertëve për Komisionin Memorial Adem Jashari në Prekaz, më lejoni që këtë fjalim timin sonte këtu, ta lëmë mes jush si një ftesë për bashkëpunim, duke zhurmuar historinë e familjes Jashari dhe të rëndëve për lirinë në Prekaz, lavdi jetës së tyre përgjithmonë.
Të nderuar të pranishëm, në përmbyllje të kësaj Akademie Përkujtimore, do të kemi një program artistik të përgatitur nga Opera e Kosovës. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj dhe ju ftojmë të ndiqni në vazhdim koncertin. Lavdi të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit tonë. Faleminderit.
më ka gjë.